Kuvendi rrëzoi me 82 vota të mazhorancës kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut në protestën që opozita zhvilloi jashtë sallës. Sali Berisha tha se kjo ishte vetvrasje politike e Ramos. Socialistët u shprehën se vendimi nuk prek punën e drejtësisë. Pas rrëzimit nga kuvendi të kërkesës së SPAK për imunitetin e deputetes Belinda Balluku kanë reaguar disa ambasada. Kryeministri Rama thotë se është 100% dakord me qëndrimin e tyre dhe thekson se mbështetja për SPAK është e palëkundur. Ambasadori amerikane në Athinë, Kimberly Guilfoyle, ka bërë një vizitë misterioze mbrëm në kryeministri ku ka takuar kryeministrin Rama. Televizioni Klan ka siguruar pamjen e pritjes së saj. Kryeministria dhe ambasada amerikane nuk bën komente. Është kthyer në mangth përdorimi i sistemeve online të e-Albania nga bizneset. Kontabilistët thonë se disa shërbime ndërpriten ose krijohen vonesa të gjata, por Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit vazhdon të i mohojë problemet. Donald Trump deklaron se sulmet ndaj Iranit do të ndalen kur të thot ai, ndërsa nënvizon se fitoria nuk duhet shpallur para kohe. Sulmet iraniane ndaj cisternave të naftës në kanalin e Hormuzit kanë rritur sërish çmimin në $100 për fuqi. Kur kanë mbetur edhe 2 javë nga ndeshja me Polonin, Yasir Hasani ka besim se kombëtarja mund t'ia dalë të fitojë për ëndrrën botëror, ndërkohë që Armando Broja është rikthyer në stërvitje, është dëmtuar sulmuesi Reimanaj. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Kuvendi rrëzoi sot me 82 vota të mazhorancës kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë për deputeten Belinda Balluku. Demokratët thanë se refuzimi do të bllokojë integrimin, ndërsa socialistët u shprehën se drejtësia është e lirë të vijojë hetimet. Parlamenti votoi kundër kërkesës së SPAK-ut për dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Projekt vendimi nuk miratohet, vijojmë me rendin e ditës. Me 82 votat kundra të mazhorancës socialiste dhe 47 pro të deputetëve të opozitës, u rrëzua kërkesa për ndryshimin e masave të mëparshme të dhëna nga gjykata e posaçme. Në raportin e tyre të lexuar nga Yert Bylukbashi, demokratët kërkuan dhënien e autorizimit në mënyrë që të mos pengohet drejtësia. Mbajtja apo ruajtja e një imuniteti të tillë në vetvete është një cënim i parimit kushtetues të barazisë përpara ligjit. Ky votim për opozitën përbën dhe provën që socialistët po pengojnë edhe procesin e integrimit. Përbën një hap pas në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Ulsimania që ju sugjeroi kolegëve të arrëzonin kërkesën e SPAK-ut, ju kujtoi demokratëve standardin e treguar prej tyre me kërkesën e SPAK-ut për Sali Berishën në 2023-shin. Raporti Pakicës sugjeronte ndryshe nga sot rrëzimin e kërkesës provurisë posaçme. Sipas relatorit socialist të Këshillit Mandateve për vepra si ajo e prishjes së barazisë në tendera, hetimi në gjendje të lirë ka qenë një standard i vendosur nga vetë SPAK-u, çka sipas tij nuk e pengon drejtësinë të vijojë hetimet. I sugjerojmë sot rrëzimin e kërkesës provurisë pasi nga shqyrtimi i materialeve nuk rezulton të jetë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes së një mase të tillë. I pranishëm në parlament ishte dhe kryeministri Edi Rama, i cili e la sallën kur po lexoi raporti demokratëve dhe u rikthye më pas për të dëgjuar ulsimanjen dhe për të votuar ashtu siç sugjeroi në raportin e socialistëve. Deputetët e opozitës në mënyrë demonstrative, me njerë pas votimit, nisën goditjet e tavolinave, bllokuan foltoren dhe penguan vijimin e mëtejshëm të seancës plenare. Me propozim të socialistëve u kalua direkt në votimin e çështjeve të tjera në rendin e ditës dhe seanca u mbyll në pak minuta. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi për rrëzimin e kërkesës për heqjen e imunitetit të Belinda Balluku, duke thënë se me këtë vendim kryeministri mbrojti krimet e tij dhe vulosi vetvrasjen e tij politike. Ai foli në protestën e organizuar para parlamentit dhe në selin e Partisë Demokratike, ku paralajmëroi një tjetër protestë më 22 mars.
Për afro 80 minuta, opozita protestoi paqësisht përpara parlamentit nën masa të larta sigurie. Sali Berisha i priu demokratëve në sallë, ndërsa jashtë seancës Gazmend Bardhi e Klevis Balliu, të cilët u përjashtuan me 10 ditë nga punimet e kuvendit, mbajtën peshën e protestës, e cila u ndoq në kohë reale në ekranin e vendosur përpara sheshit të parlamentit. I vetmi moment tensioni u shënua fill pas rrëzimit nga ana e maxhorancës të kërkesës së SPAK-ut për dhënien e autorizimit kuvendit për arrestimin e Belinda Ballukut. Në pritje të Sali Berishës që t'i bashkohej protestuesve, këta të fundit u përplasën me efektivët e policisë, në drejtim të cilëve hodhën tymuese e sprej, si dhe hoqën barierat metalike. Përpara turmës, Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se me votën kundër në parlament shënoi vetvrasjen e tij politike. Ai nuk votoi për Lumi Ballukun, votoi për veten e tij, për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë, krimet e shëmtuara që ka kryer. Kreu i organizacë kriminale shënoi vetvrasjen e tij politike, fundin e tij politik. Jo vetëm një vot kundër drejtësisë, por me qëndrimin e saj. Sipas Berishës, maxhoranca dëmtoi edhe aspiratën europiane të shqiptarëve. Nuk ka një qeveritar tjetër në Europë që për të mbrojtur krimet e tij të mbyll dyert e procesit integrimit për qytetarët shqiptar. Tha se qytetarët janë të legjitimuar në kauzën e tyre, teksa ndahun me mbështetësit e opozitës si gjatë protestës, ashtu edhe në selim blu datën e tubimit të radhës. Me 22 mars e gjithë Shqipëria në Tiranë, e gjithë Tirana në rrugë, fitore, fitore, fitore. Por pas rrëzimit nga kuvendi të kërkesës së SPAK për imunitetin e deputetes Belinda Balluku kanë reaguar edhe disa ambasada në Tiranë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama thotë se është 100% dakord me qëndrimin e tyre dhe thekson se mbështetja për SPAK është e palëkundur. Rrëzimi nga parlamenti i kërkesës së SPAK-ut për dhënien e autorizimit për heqjen e lirisë për Belinda Ballukun ka sjellë reagimin e disa përfaqësive diplomatike në Tiranë. Ambasada britanike ishte e vetmja që reagoi përpara nisjes së seancës plenare, ku theksonte pozicionin e saj në raport me qëndrimin që do të mbajë në parlament për këtë çështje. Ekzekutivi, gjyqësori dhe legjislativi mbeten partner të barabartë në mbështetjen e këtij procesi si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e anëtarësimit në BE, ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike. Ai nuk duhet jetë pengesë për dhënie të barabartë para ligjit. Ambasada gjermane në të njëjtën linjë reagoi vetëm pak minuta pas votimit. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që të garantojë këtë proces. Të dy përfaqësive diplomatike ju përgjigj kryeministri Rama. Në një reagim në X, ai shkroi se ishte 100% dakord, por sqaroi dhe qëndrimin e shumicës qeverisëse për këtë rast, duke ritheksuar mbështetjen për SPAK-un. Kjo shumicë qeverisëse e ka mendjen e ndarë dhe busullën të palëvizshme Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi nuk kthehet mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket dhe mbështetja për SPAK-un mbetet e palëkundur. Lufta reale kundër korrupsionit vazhdon më këmbgulse se kurrë, siç e tregon qartë edhe pasqyra objektive e përditësuar e Komisionit Evropian. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet vazhdojë i patrazuar as nga pengimi as nga yshtja e SPAK-ut, prej faktorësh jashtë kufive të pushtetit pavarur gjyqësor. Shumica e qeverisë se bëri sot pas një diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrest pa gjyq të një deputeti, po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pa asnjë lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz i bazuar në norma kushtetuese ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca, as dyer të mbyllura për prokurorinë. Rama thotë se me votimin në parlament janë respektuar plotësisht normat kushtetuese dhe ligjore, dhe sipas tij parlamenti tregoi sot se dinjiteti i deputetëve nuk është një material për eksperimente sociopolitike. Sot ne kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme, por s'ka argumentat mjaftueshëm për ta fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kurthit mes pushteteve të pavarur kushtetues, të cilin Parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot, duke treguar se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike të cilat e bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet luftojë. Ecim përpara, Shqipëria nuk ka plan B. Pas këtyre deklaratave reagoi dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, duke nënvizuar se sigurimi i mjedisit të favorshëm
zakonshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësore për të mbështetur, thuhet në reagim në mënyrë të besueshme progresin drejt anëtarësimit evropian. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Athinë, Kimberly Guilfoyle, ka bërë një vizitë misterioze mbrëm në kryeministri ku ka takuar kryeministrin Edi Rama. Një video e mbërritur në televizionin Klan tregon momentin e pritjes së saj, ndërsa kryeministria nuk ka pranuar ta komentojë atë, ashtu sikurse edhe ambasada amerikane në Tiranë nuk ka bërë një njoftim zyrtar për këtë vizitë. Një vizitë misterioze është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në kryeministri. Në ambientet e godinës është parë të hyjë Kimberly Guilfoyle, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Athinë, e cila është pritur që në hyrje nga kryeministri Rama. Këto pamje të xhiruara rastësisht nga një telefon celular nga zona e parkut të Piramidës që kanë mbritur në redaksinë e televizionit kombëtar Klan, tregojnë momentin e takimit mes tyre. Ajo që e bën edhe më interesante këtë takim është fakti se Guilfoyle nuk konsiderohet thjesht një ambasadore SBA-s në një vend fqinj, por ajo është një nga njerëzit më të besuar të presidentit amerikan Donald Trump. Për një periudhë të gjatë ajo ka bashkëjetuar me djalin e presidentit, Donald Trump Jr., dhe prej vitesh njihet si një nga figurat kyçe të rrethit të ngushtë të Trump në politikën amerikane. Vizita e ambasadores Guilfoyle në kryeministri nuk është njoftuar zyrtarisht dhe kryeministria nuk pranoi ta komentojë takimin. As ambasada amerikane nuk ka bërë ndonjë njoftim zyrtar për këtë vizitë. Interesant është edhe fakti se sipas verifikimeve tona, Guilfoyle, e cila në Athinë njihet shpesh si zonja e hekur të diplomacisë amerikane, nuk është shoqëruar dhe as pritur nga personeli i ambasadës amerikane në Tiranë. Një rrethan kjo që e bën edhe më enigmatik këtë takim të zhvilluar larg syrit të publikut. Në një intervistë të dhënë për mediat turke, kryeministri Edi Rama thotë se Shqipëria nuk ka plan tjetër përveç atij të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Rama vlerëson marrëdhëniet me presidentin Erdogan, por është i pakënaqur nga niveli i shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve. Edi Rama vazhdon të përsërisë se Shqipëria nuk ka asnjë plan tjetër përveç atij të anëtarësimit në Bashkimin Evropian deri në 2030. Të e bëri dhe gjatë një interviste për Turkey Today. Nuk ka plan B, ne duam të bashkohemi, pik. Është dhimbshme, ndonjëherë është edhe poshtruese dhe e neveritshme mënyra se si makineria politike në Bashkimin Evropian nuk është në gjendje të japë rezultate, por në fund është ajo që është. Nuk janë ata që i kërkojnë Shqipërisë a mund t'ju bashkohemi, jemi ne që i pyesim ata a mund t'ju bashkohemi. Po me kritika foli dhe për Turqinë, duke veçuar presidentin Erdogan, për të cilin ka një vlerësim të lartë. Kritika që vijnë për shkak se nuk është përkthyer në investime konkrete dhe shkëmbime tregtare, partneriteti fort politik, thot ai, mes dy vendeve tona. Produkti më i madh, padyshim më i lartë që Turqia ka eksportuar në rajon është presidenti Erdogan dhe populariteti i tij. Nuk e di nëse i pëlqen ajo që po them tani, por mendoj se nuk është e mjaftueshme. Duhet të jetë diçka përtej tij. Do të doja që Turqia të bënte më shumë. Rama foli dhe për makthet, siç i quan ai, të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, për ngjalljen e neo-otomanizmit apo për aleancën Shqipëri-Kosovë dhe Kroaci. Çfarë neo-osmane? Jam i sigurt, duke qenë dikush i fiksuar pas numrave dhe shifrave, se presidenti i Serbisë mund ta shohë shumë mirë se Turqia investoi më shumë në Serbi se sa në Shqipëri dhe Kosovë të marra së bashku. Presidenti Vučić është dikush me të vërtet me një uri të mëdha, intuit të shkëlqyer, që pret me padurim shumë gjëra, por ai ka makthin e tij, që është Kosova. Kaq është, pik. Kur makthi i pushton emocionet, ai gjithashtu arrin të thotë gjëra që sinqerisht nuk kanë kuptim. Kryeministri rikonfirmon mbështetjen e fortë të Shqipërisë për Kosovën dhe thotë se pavarësia e saj nuk mund të kthehet mbrapsht, dhe nëse Kosova do të prekej, thot ai, nga një kërcënim ekzistencial, atëherë edhe Shqipëria do të ishte prekur automatikisht. Më 18 mars, gjykata e posaçme do të shpallë vendimin nëse do të kalojë ose jo për shqyrtim në themel dosjen ku janë marrë të pandehur ish presidenti Ilir Meta dhe ish bashortja e tij Monika Kryemadhi. Të njëjtë palët bën kundërshtimet e fundit përballë gjyqtares Irena Gjoka. SPA kërkon dërgimin në gjyq të dosjes, duke akuzuar Metën e Kryemadhin se janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash e mos deklarim pasurie. Nga ana tjetër, ish çifti pretendon se hetimi është i motivuar politikisht dhe se nuk ka prova për fakte penale që pretendon SPAK se rëndojnë ndaj tyre. Të pandehur në këtë dosje janë edhe 3 të tjerë, të cilët gjithashtu i mohuan akuzat. Është kthyer në mangët përdorimi i sistemeve online të e-Albania nga bizneset. Kontabilistët thonë se disa shërbime ndërpriten ose krijojnë vonesa të gjata, por Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit vazhdon t'i mohojë problemet.
Self-Care, platforma qendrore e faturave tatimore, është kthyer një makt për kontabilistët dhe bizneset. Sistemi ka probleme të përditshme duke vështirësuar punën. Në këtë moment shohim që faqja është totalisht jashtë funksionit, duke i lënë kontabilistët pa punë. Ka filluar punon, punon drejtoria e përgjithshme e tatimeve ose Ministria e Financave dalin me një përmbledhje se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh. Besoj atje po punohet, por ne na ka kriju probleme. Instituti i ekspertëve kontabil të autorizuar apelon që Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit që mirëmban këto sisteme të japi sqarime konkrete, pasi kjo problematikë ka vendosur muajt e fundit kontabilistët mes dy zjarreve. Pra nga një krah kemi për të respektuar afatet që ka vendosur ligji tatimor ndaj drejtorisë përgjithshme të tatimeve dhe nga krah tjetër shërbimi që ne kryejmë bizneseve. Teksa platforma online nuk ka qëndrueshmëri duke mos dhënë garanci për funksionimin e saj me kapacitete të plota. Ekspertët apelojnë për aplikimin e alternativave të tjera për të shmangur penalitetet. Kam pasur Italia, Kroacia, Kosova, edhe Maqedonia e Veriut. Një ndihmë e madhe në këtë rast, pavarësisht se Self-Care ka ato luhatet e veta dhe ka krijuar megjithmonë shqetësime, gjithë bizneset janë pajisur tashmë me programet e faturimit, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Financave, krahas fiskalizimit në Self-Care, ne të mundohemi të ruajmë to dhe në kompjuterat tona dhe të përdorim programet e faturimit. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit i mohon problemet dhe thotë se në ditët caktuara sistemi është i ngarkuar për shkak të fluksit të lartë, por kontabilistët thonë se nuk mund të vazhdohet më kështu dhe kërkojnë zgjerim të kapaciteteve. Mund të jetë një server i cili është i llogaritur për 10 veta dhe ndërkohë aty futen 20. Bizneset tani po formalizohen gjithë edhe kështu që po shtohet numri edhe i faturimit gjitha. Instituti i ekspertëve kontabil të autorizuar rekomandon më shumë bashkëpunim mes palëve, veçanërisht mes drejtorisë së përgjithshme të tatimeve dhe akshit, për të zgjidhur sa më parë problemin në mënyrë që të shmangen penalizimet për bizneset. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kriza politike e krijuar nga moszgjedhja e presidentit është më e rënda pas pavarësisë së vendit, që pas pavarësisë së vendit, për këtë përgjigjës kryesor, sipas tyre është kryeministri Albin Kurti. Blokada e krijuar pas mungesës së gatishmërisë për zgjedhjen e presidentit të ri nga AK-ja po konsiderohet si situata më e rëndë në Kosovë pas pavarësisë. Shefi i grupit parlamentar Besnik Tahiri kritikoi vetëvendosjen e cila sipas tij as me 51% të votave nuk po arrin që të bëjë shtetin funksional. Në një ndër krizat më të thella, me shumë të panjohura, duke e sjellë shtetin në një rrethon ku përmbi një vit, tani kemi hinë vitin e dytë, vazhdon një eksperimentim i betejave në letër ligjore dhe kushtetuese. Sipas tij, dekreti i presidentes Osmani për shpërndarje të kuvendit është kushtetues. Madje kritikoi, siç tha, sulmet ndaj institucionit më të lartë juridik në vend, gjykatës kushtetuese, nga eksponent të vetëvendosjes. Duhet të ndalet sulmi ndaj gjykatës kushtetuese. Duhet të ndalet presioni. Gjykata kushtetuese aktualisht po shqyrton ankesën e vetëvendosjes për dekretin e presidentes Osmani për shpërndarje të kuvendit, pasi kjo e fundit shpalli një dekret të tillë, duke u thirrur në afatet kushtetuese, me që deputetët nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri deri më 5 mars. Donald Trump deklaron se sulmet ndaj Iranit do të ndalen, kur të thot ai, ndërsa nënvizon se fitoria nuk duhet shpallur para kohe. Në mediat ndërkombëtare, ndërkohë qarkullojnë skenar të ndryshëm për përfundimin e luftës. Presidenti amerikan Donald Trump beson se në Iran nuk ka mbetur më asnjë objektiv për të goditur, pasi qëllimet janë realizuar të gjitha, siç tha në një intervistë telefonike për portalin prestigjioz Axios. Kur të dua unë të mbyll, sulmi do të mbyllet. Megjithatë, shefi i shtëpisë së bardhë sinjalizoi vazhdimin e konfliktit duke bërë thirrje për kujdes me tërheqjen e parakohshme. Nuk duhet të themi para kohës se fituam. Më parë Trump ka deklaruar se fundin e sulmeve ndaj Iranit do ta përcaktojnë së bashku me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Antari i kabinetit të tij, ministri i mbrojtjes Israel Katz, tha të mërkurën se fushata kundër Iranit do të vazhdojë pa kufi kohor. Parimi i Tel Avivit është që kur të vendoset për fundin e sulmit, të jetë garantuar se Teherani nuk do të përbëjë më
asnjë kërcënim për Izraelin. Sipas një analize të portalit Axios, 5 janë mundësitë për fundin e luftës: zgjidhje diplomatike përmes negociatave për programin bërthamor, ndryshim regjimi sipas modelit Venezuelës ose kryengritje popullore, sulme të forcave speciale për ta zgjësuar arsenalin bërthamor ose një vendim të Trump për të shpallur fitoren dhe për të tërhequr trupat pas dëmtimit të infrastrukturës iraniane. Por asnjëra nga këto rrugdalje nuk është e sigurt pasi regjimi iranian po vazhdon të rezistojë, ndërsa presidenti i këtij vendi Masud Pezeshkian renditi kushtet për fundin e luftës, si njohja e të drejtave legjitime të Iranit, pagesa e dëm shpërblimeve dhe garancitë e forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm. Sulmet ndaj cisternave të naftës në kanalin e Ormuzit ka rritur sërish çmimin në $100 për fuqi. Luhatja ndodhi pavarësisht vendimit të shumë vendeve dhe organizatave për hedhje në treg të miliona fuqive nga rezervat. Çmimi i naftës në bursat botërore preku sërish përkohësisht këtë dhënjte nivelin kritik prej mbi $100 për fuqi në ditën e 13 të sulmeve kundër Iranit. Shkak për këtë rritje ishte vazhdimi i goditjes nga ana e iranianëve të anijeve të naftës që kalojnë ngushticën e Ormuzit pa lejen e tyre dhe depozitat në Irak, Kuvajt dhe Bahrein. Vetëm natën e kaluar 3 anije me naftë shpërthyen pasi kaluan mbi minat iraniane. Kalimi ju lejua disa anijeve të tjera që kanë marrëveshje me Iranin, si kjo cistern nga India e ngarkuar me naftë në vendet e gjirit. Çmimet e naftës së papërpunuar u rritën pavarësisht vendimit të koordinuar të 32 vendeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Gështatës, për të hedhur në treg 400 milion fuqi nga rezervat e tyre emergjente. Irani reagoi me ashpërsi duke deklaruar se këto masa nuk do të ndalin Teheranin. Garda revolucionare ka paralajmëruar se çmimi i naftës mund të arrijë deri në $200 për fuqi nëse Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk heqin menjëherë dorë nga ofensiva ushtarake. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump shfaqi optimizëm se hedhja në treg e rezervave do të ulë ndjeshëm çmimet e naftës. Ai përsëriti se pas fundit konfliktit i cili sipas tij do të vijë shumë shpejt, çmimet do të psojnë një rënje historike. Trump theksoi se forcat amerikane po shkatërrojnë me sukses anijet minuese iraniane në kanalin e Ormuzit, duke njoftuar se vetëm në 2 ditët e fundit janë zgjesuar 54 mjete lundruese që tentonin të bllokonin rrugët tregtare. E kthyer në një zonë potenciale për zhvillimin e turizmit, plazhi i Kunes vuan nga mungesa e ujit të pishëm, teksa janë në pritje të projektit për rrjetin e ujësjellësit, banorët dhe bizneset siguron ujin nga shpimet e nën tokës dhe depozitat. Furnizimi me ujë të pishëm në zonën e Kunes do të jetë ende një problem i pazgjidhur edhe këtë sezon veror. Turistët të cilët frekuentojnë këtë zonë do të jenë të rrezikuar sa i takon konsumimit të ujit i cili vjen nga shpimet nëntoksore. Banorët dhe përfaqësues të bizneseve në zonë tregojnë se mungesa e ujit të pishëm i ka detyruar të gjejnë zgjidhje alternative, duke uar shpime të thella dhe duke përdorur depozita uji. Sipas tyre, kjo situatë jo vetëm rrit kostot për bizneset, por njëkohësisht ngre edhe shqetësime serioze për sigurinë e ujit që konsumohet nga turistët dhe banorët. Disa prej strukturave hoteliere kanë instaluar pompa uji në thellësi rreth 72 metra nën tokë dhe sisteme filtrimi që kushtojnë deri në 30 e 40.000 euro për të bërë të mundur furnizimin me ujë për pushuesit. Të kontaktuar nga televizioni Klan, përfaqësues të shoqërisë rajonale të ujësjellës kanalizimeve Lezhë bëjnë me dije se zona e Kunes është në proces zhvillimi dhe aktualisht nuk ka pasur rrjet publik për furnizim me ujë të pishëm. Sipas tyre, po shqyrtohet mundësia për artimin e një projekti të ri që në të ardhmen do të mundësojë zgjidhjen e kësaj problematike, jo vetëm për Kunen, por edhe për zona të tjera që përballen me të njëjtin problem. Në një zonë që synon të tërheqë gjithnjë më shumë turist, mungesa e ujit të pishëm mbetet një alarm serioz që kërkon zgjidhje të menjëhershme nga autoritetet. Kuzhinjeri i famshëm me origjinë shqiptare, René Redzepi, heq dorë nga menaxhimi i restorantit të tij Noma në Kopenhagen. Vendimi erdhi pas një investigimi të New York Times, ku ish punonësit e restorantit më të mirë të botës e akuzonin atë për dhunë fizike dhe psikologjike.
René Redzepi, kuzhinieri shqiptar i renditur mes më të mirëve në botë, heq dorë pas 23 vitesh nga drejtimi i restorantit të themeluar prej tij Noma në Kopenhagen. Vendimi u mor pas një hetimi tronditës të publikuar në New York Times, ku 10 ish punonjës e akuzuan shqiptarin me origjinë familjare nga Tetova për dhunë fizike e psikologjike gjatë viteve 2009-2017. Përmes një postimi në rrjetet sociale, 48 vjeçari pranoi përgjegjësinë duke pranuar se veprimet e tij kanë dëmtuar njerëzit që kanë punuar me të, pavarësisht suksesit genial në pjatat e restorantit. Në menaxhimin e tij Noma ndryshoi historinë e gastronomisë duke u vlerësuar me 3 hyje Michelin dhe me tituj si restoranti më i mirë në botë, të cilin e fitoi 5 herë. Restoranti i René Redzepit quhet botërisht për kuzhinën avangard nordike, ku përdorimi i përbërësve të egër, fermentimi inovativ dhe filozofia nga ferma në pjatë. Menut e tij arrin deri në $700 për person në restorantin e Kopenhagenit. Fama ka bërë që rrjeti i tij të zgjerohet me restorante partnere në përbote deri në krijimin e një laboratori të shijeve të kuzhinës në Kyoto të Japonisë. E me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me Ruta Kofshin.